Pjesëtarët e VMRO DPMN-s asnjëherë nuk do të përkulen para terroristëve, ka deklaruar kështu në parlament deputeti i Partisë së Gruevskit Vele Georgievski, duke aluduar në ushtarët e ushtrisë çlirimtare kombëtare. Ne bi se poklonil. Nuk do të përkulesha para pjesëtarit të rënd të grupit ekstremist dhe terrorist, e cila kishte sulmuar Republikën e Maqedonisë në vitin 2001. Por Georgievski nuk kishte përgjigje në pyetjen e Al-Satm, se përse VMRO DPMN-s i pengojnë dëshmorët e UÇK-s e nuk i pengojnë komandantët e gjallë me të cilët punojnë çdo ditë. Jas mislim da kadolnovish. Mendoj se mjaft ishte, u përgjigja në shumë pyetje. Nga Bashkimi Demokratik për Integrim nuk komentojnë deklaratet e këtilla të partnerëve të tyre të koalicionit, duke thënë se deklaratet e fundit që vijnë nga VMRO DPMN janë si shenjë e nervozizmit që ka kapluar partinë e Gruevskit për kundërshtimet e BDI-s për propozim ligjin e branitellave. Sipas Vele Georgievskit, ligji për branitellat do të kalojë në parlament dhe se nuk ka dhe nuk mund të ketë marrëveshje për këtë me partnerët e koalicionit. Jam i sigurt që ligji do të miratohet. Ndërkohë ka vazhduar edhe sot punimet Komisioni për Punë dhe Politikë Sociale, ku po debatohet pikërisht për propozim ligjin e branitellave. BDI është vendosur dhe thotë se nuk do të lejojë që ky propozim ligj të kalojë në parlament. Koordinatori i grupit parlamentar të BDI-s Talat Xhaferi po synon të thyejë rekord botror për sa i përket kohëzgjatjes së fjalimeve. Xhaferi në fjalimin e tij sot prej 7 orësh dhe mbrëm 3 orësh është afër të thejë rekordin dhe të ish liderit kubanez Fidel Castro dhe atij të Venezuelës Hugo Chavez. Xhaferi sot tha se BDI nuk përjashton mundësinë të kërkojë që për këtë propozim ligj të thirret edhe mbledhja e komitetit për marrëdhënie mes bashkësive. Formalisht, po që se vinë në moment të votimit, ky propozim ligj, kështu sikur që është në këtë formë të propozuar, mundet edhe të ketë shumicën e nevojshme për të kaluar, mirë po fakti që procedurat parlamentare, demokratike, mundsojnë që deputetët të cilët nuk e kanë atë shumicë, a kundërshtojnë propozim ligjet, të munden të shfrytëzojnë normën institucionale që në debat ky propozim ligj të mund të parandalohet derisa atëherë nuk bindet propozuesi se duhet të bëjë diçka tjetër. Propozim ligji është edhe në kundërshtim me ligjin për komitetin për marrëdhënie ndërmjet bashkësive në Republikën e Maqedonisë. Edhe pas pauzës një orëshe në parlament ka vazhduar fjalimi i koordinatorit të grupit parlamentar të BDI-s Talat Xhaferi, ndërsa për fjalim pas tij gjithashtu janë paraqitur edhe deputetët tjerë, Ermira Mehmeti Devaja nga BDI dhe Orhan Ibrahimi dhe Merale Izairi Ferati nga PDSH dhe deputetë tjerë të dy partive politike shqiptare.